në deputet i ka. Së do që tjetë, bëllë që i ka, veç e të marën, mas e në hi, gjithësysh mu me vetëndusin, do të hi në lo, nuk o problem. Problemi e që Albin Kurti a pek për jau rrallë. Dhe më honë, bëllë ju po jep një mas me, Ta nuk e... bëllë ju jeni të mënu me mhi mu, qësh me thonë, nësë Kujdes shpejta bresh, la, qa pëndohë? Aja pet për shkën rrugës vjetër. Krimi qeverisë, vetëndusës, vetë, e pa mundësën, zhjenë e presidentit dhe mundësin e qëfar dhe marveshe, që të më thonë gjurën e shkurt, Shqipe, zhjidhi. Nëse Abdigjikët, me 17 vota në midis, ka mujtë me posë 20, së më nësi. Halla dhikuf që i ka mujtë ata aty që jepshe në gjëkës edhe në fund, o të të në me konkurru si për e mërama, herë i lapit, herë gëllakit, herë, shtiju, o të të dhe me hi për e mërama. Së të këti asë keqer asë bëkser, me unë të ja, henja, të lina me kënkina punë, si të që, taj qi, së taj qi i lirë, o bëksera, që me thonë, keqer, se keqira së rrimë për i me, po, gojna një si kjesë të derime të preses të vëtet. Qëre? Oke, vasinja që nuk hina hes. Nesins, qësh kena thonë, gjithlea, po, pika, të gjithë e prizin hogën, edhe këtë saltat, ledeke, pej zona vdijët tu, dete Abdigjiku dhe ata të tjire, por shamë të marë se na jena kolegë pa bësh. Po, dhe po, këtë taki zonë... Po, në me s'bot, në shohë zonë, në unë se shohë... Së faktura. Ja, është... E, kompinionet e veta, së kujtë kitiva, së kujtë dërimi, së kujtë albatros. Asë në sila zëdhës, për të kësë qena duës të me ata, zonë është. Ja, ta shë edhe për juve thënë qashtu, bro. Edhe për juve mundë me thënë qashtu, atë nëse të përgjë. Po, ajo, direkt telefon me Abdigjiku në ja. Dhe më onë, prej, se Albini jep, shaj, dërem, që përmarën qeverin, kene në kuptën zgjede. Dhe qa, Albatros, se ta zgotë aty, se te mësu me lelek aty në shqipnime këse. Flamingo. Ja, prej, një bëdi qka studje, na jena normal, këse kina qefë dhe sonë të është si numër festisë. Promenat verore. A lelek është bese këshin gjëru. Po kjo Albatros, edhe Albatros është shpet, se unë me posë abnin vrenç kështë, valen vrenç që. Dhe me thonë, Albatros kete prisin hogën, bojnë filma, apo lëshurën, asë për lëshurën, që më fëllë me asi. Abdigjiku e mullë dhe kënë, po në esenë për çka mullë dhe kënë, këtu i rrejtë gjinën që na pëjina në qeveri. Do është edhe hinë? Nuk po në qeveri, me bini zak, bini si vjusës. Qofa ju ka koqit Abdigjikut, së më për livri dhe më onë, më shpremi në gjunë dhe Hajde, prof, po. Blem. Shiko. Profta ulla pak diskursi për Andres. Shiko, për se s'ka dhe si. Aja që ka shohim një nga proceset e kaluara, kur janë bërë tentime për me kriju qeverin, institucionet, është një përsëritje një lloj formaliteti, i cili që në shikim të parë ta lën shijen se këtu gjërat nuk janë serioze. Shijet mundën me lezu mes rreshtave të deklaratës të ftesës së Kurtit që Kurti nuk ka në një sens të emergjencës. Nuk e ka fort për nguti këtë punë. Ka bo një letër, ka dërgu partive tjera, me bisedu, me u taku në kuvend, negociatat për formimin e institucionëm nuk bëhen në këtë mënyrë. Po, vetëm ka diçka. Por aspekti tjetër, keni pezullim pej LDK-s për shkak të kuvendit të cilën edhe Kurti duket që respektoj, por nuk provoj me ta tjerë derisa su kryet e është thjesht do thotë një, nëse flasim me gjuhën popullore, një larje gojës, domethënë është ftesa për PDK-n, për AK-n, të cilat do thotë e kanë bërë të qartë se çfarë qëndrimi do të kanë. PDK-ja do të qëndrojë në opozitë, AK-ja ka paraqitur disa kushte të cilat shihet ashtu se Kurti nuk ka vullnet për me i përfshi në një program të qeverisë së tij, edhe nëse pranon ato kushte, ato nënkuptojnë arritjen e një marrëveshje shtesë. Jo vetëm me qenë zëtim për hava, por do të më ulë edhe me bën një marrëveshje. Gjë që lën shumë për të dëshiruar a mund të arrijë ajo. Pra këtë substanca e procesit aktual është raporti me LDK. Pra
aja që ka mund të quajmë dialog ose negociata për formimin e institucionit është takimi nesërm që do të mohet me Lumir Atigjiku. LDK-ja e drejtuar nga Lumir Atigjiku është shumë interesuar me u përfshi në institucione. Pra në një lloj bashkëqeverisje me LDK-n. Por kur jemi te këto procese, çështja e parë që shtrohet në tavolinë është çështja matematikore. Ai kemi numrat e mjaftueshëm përmes cilave ne mundëm me materializu një marrëveshje mes neve. Së pari numrat për formimin e qeverisë. Kurti në këtë çështje ka përgjigjen e garantuar. Unë kam numrat për të bërë qeverinë pa ndihmën e LDK-s. LDK-n unë më e përfshi në qeveri thjesht duke nisë për ati që më quhet vullnet i mirë. Jo që ta kam nevojë, s'kam nevojë për numrat e tu në qeveri. I kam 61-2 sështë bërënësi. Pra në këtë rafsh është e panevojshme. Çështja tjetër është e presidentit. Pra duhet ta zgjedhim presidentin ose shkojmë në zgjedhje të reja. Si me i bon këta numra të dhëqët? LDK-ja se ka gjendjen mirë, për shkak se është e përqafë, nuk i ka të garantuar 18. Nëse rrinë në salë 18 deputat të saj, bëhen numrat. Po dhe po duhet me garantu në salë. Duhet me garantu paraprakisht. Duhet me negociu shumë. Me negociu me secilin kandidat. Po, situata është e paqartë. Edhe Kurti din që është e paqartë, e me që Kurti din se në këtë dimension është e paqartë, ai me gjasë, kur është seanca të tajt me gjasë, ai do të shkojë edhe me formimin e qeverisë. Konstituohet kuvendi, thirret një seancë tjetër për formimin e qeverisë, dhe kështu ai shkojnë pushim vjetor, vijnë ka një shtatë. Nuk ka ndonjë emergjencë deri me 4 tetor, apo? Ja, vërtet. Me 4 tetor përfundon. Kështu që kalendari deri atëherë fillojnë, sepse këtu mungon marrëveshja bazë edhe pozitë dhe opozitë për atë se çfarë presidenti duam takim. Modeli klasik është që presidentin e zgjedh shumica parlamentare, që është zgjedh gjithmonë, Kurti e shef president një njeri që është konform politika të tij, një pjesë opozitës dën një president që i bën karshillak kryeministit, pra ka disa pikpamje politike se si duhet të zgjidhet ky president. E me që nuk ka negociata mes tyre pikpamjeve, na do të shkojmë gradualisht ose në mënyrë të heshtur drejt një krize të re, e cila në fund të ditës mundet me prodhu shkuarjen në zgjedhjet e reja. Po, fakt, sot ka qenë një deklarat e Glauku Newsës, në cilën ai ka thonë domethënë se do të negociojmë thellë pra me lidhjen demokratike të Kosovës. Kjo nëse mund të merret edhe si qendrim i lëvizjes vetvendosje, atëherë përputhen, që më thonë, interesi i LDK-s për të përfshirë në qeveri dhe interesi i vetvendosjes për mi evitu zgjedhjes Albatros, se për shembull në mund të e kemi deklaratën, ta djegim deklaratën e Konjufcës e pastaj kthehemi.